Bismillahirrahmanirrahim. Syfyri dhe bereqeti. Enesi Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton nga Muhamedi alayhi salatu wasalam se ka thënë: bëni syfyr nga se në syfyr ka bereqete të mëdha. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka preferuar vonimin e syfyrit, domethënë ngrënit dhe të pirë në fundin e natës, deri në kohën e imsakut, në mënyrë që përgatitja për agjërim të jetë sa më e mirë. Le të numërojmë disa urtësi të Allahut në zgjurje për syfyr. Për bereqetit të syfyrit është ajo që i mundson njeriu të përgatitet që të bëjë më shumë ibadet gjatë ditëve të agjërimit, nga se i urituri dhe i jeturi bëhen më neglizhent ndaj adhurimit të Allah. Prej bereqetit të syfyrit është se ai që zakonisht ngrihet në syfyr nuk është i neveritur nga agjërimi. Përkundrazi, kush nuk ngrihet në syfyr është shumë i lodhur nga agjërimi dhe agjeron me vështirësi. Prej bereqetit të syfyrit është shpërblimi i madh që arrihet me pasimin e sunetit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Po ashtu nga bereqeti i syfyrit është se ai që ngrihet për syfyr në fundin e natës me këtë rast përmend Allahun dhe kërkon falje të mëkateve. Wa bil asharihum yastaghfirun, thot Zoti në Kur'an. Dhe në agim të mëngjesit dhe në imsak dhe deri në fundin e natës ata kërkojnë falje Allahut. Pastaj fal namazin e sabaut me xhamat në xhami, dhe sa atij që nuk zgjohet në syfyr edhe namazi i sabaut mund t'i kalojë me xhamat në xhami apo e fal pas lindjes së diellit, dhe në këtë rast i humb shpërblimin, ka shpërblim shumë të madh. Kjo është më së vërtetuar pasi shohim se numri atyre që falin namazin sabaut gjatë Ramazanit është shumë më i madh se jashtë Ramazanit. Prej bereqetit të syfyrit është se ai është adhurim. Sa ai që ngrihet e bën jetë për të ndihmuar veten në adhurimin e Allahut të lartësuar dhe në pasimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me këtë veprim. Allahu në fenë e tij ka shumë urtësi dhe sekrete që nuk i di askush përveç tij, dhe kjo arrihet me pasimin e urdhrave të tyre. Ngritja për syfyr është mustahab, diçka e pëlqyeshme, shpërblihet ai që e vepron dhe nuk dëshkohet ai që lëanash. Zbatohet urdhri i Zotit me kryen e këtij suneti. Arrihet bereqeti me ngritjen e syfyr dhe nuk është mirë të lihet ky rast pa u shfrytzuar. Bereqeti këtu përfshin veprimin e personit dhe ushqimin që ka për të ngrënë. Urdhri i Muhamedit alayhi salatu wasalam për ndonjë çështje në fesë pas ulemave të usulit e bën kryen e atij obligimi wajib që ai urdhët të kryhet më domos, por në këtë rast bëhet përjashtim, duke marrë parasysh veprimin e Muhamedit alayhi salam për i lidhur agjërimin një ditë me ditën tjetër pa ngrënë iftare as syfyr ndërmjet tyre. Kështu që urdhri me këtë rast bie prej vajibit që të kryhet më domos. Në mustahab, gjesti i pëlqyeshëm që shpërblet nga Allahu i lartësuar.